Të hënën mbrëma, Kfori tha se situata e sigurisë në kufijtë e Kosovës është e qetë. Ndërsa për dyshimet se Gjandarmeria Serbe ka hyrë në territorin e Kosovës dhe ka rrëmbyer Milan Vukashinovicin, thanë se policia ka nisur hetimet. Indiferent ndaj këtij rasti qëndruan edhe sot kur i takuan pikërisht në vendin ku dyshohet se ndodhi rasti, pak kilometra larg kufirit me Serbinë. Në këtë vend e takuam edhe ish-zëvendës ministrin e pushtetit lokal Radoica Radomirevicin. Ai ka dalë në vendin ku pretendon se miku i tij, bashkëpartioku në Novo Lice Narodna Pravda, është rrëmbyer nga njerëz të armatosur e të uniformuar. Nga kontakte që kemi në Serbi, miqtë e mi në nesh dhe përmes avokatit ne kemi pyetur dhe kemi mësuar menjëherë se sulmi ndaj Milan Vukashinovic ka ndodhur këtu dhe se pas kësaj ai është marrë dhe dërguar me 3 gjipa nga persona të maskuar me uniforma të zeza dhe të gjelbra në spitalin e Prokupljes. Në spitalin e Prokupljes e kanë dorëzuar të lidhur kur ai hyri në autoambulancë, atëherë është lajmëruar te nëna e tij. Në qendrën klinike në Nish e ka pritur drejtori i qendrës klinike, gjë që nuk është e zakonshme dhe u ka ndaluar stafit të jepte çfarëdo deklarate për Milan Vukashinovic. Radomirovic pretendon se të shtunën në mbrëmje është informuar nga burimet që ka ai, se Vukashinovic është plagosur teksa po shkonte për të blerë mjaltë nga një serb i Kurshumlisë. Dje nëna e Milan Vukashinovic shkoi ta vizitoj, por fatkeqësisht nuk mundi ta shihte. Drejtori i qendrës klinike nuk e lejoi. Mjeku vetëm tha se është në gjendje shumë të rëndë, se i është hequr një veshk, se i është hequr perikardi dhe se ka metal në shtyllën kurrizore. Radomirovic pretendon se para gati 2 viteve ishte bërë edhe një atentat tjetër ndaj Milan Vukashinovicit dhe beson se prapa të gjithave qëndron grupi i Milan Radojčicit. Deri më tani nga autoritetet serbe për këtë rast nuk ka pasur asnjë reagim. Për t'ia afruar kufirit me Serbinë, Milan Vukashinovic nuk ka mundur që të kaloj këtu përmes rrugës kryesore sepse këtu është një kanal i hapur. Ai ka shfrytzuar rrugët anësore. Madje dyshohet se vetura në cilën ishte u plagos dhe u rrëmbye ende ndodhet pak kilometra prapa meje në territorin e Kosovës. Ndërkohë policia e Kosovës për rastin e raportuar tek ta ka informuar 2 ditë më vonë. Përkundër interesimit, televizioni Dukagjini nuk ka pranuar një sqarim për arsyet se pse u vendos që lajmi të bëhet publik tek 2 ditë më vonë.